Përshëndetje nga një video e re. Kjo video do t'jetë dedikuar vetëm për Cozy Island, brendi këpucëve, të cilën unë ja u kam treguar edhe një herë më përpara. Ky është PR boxi i dytë që marr nga ky brand dhe kam zgjedhur modele shumë interesante, të cilat dua t'ju tregoj tani. Jam plot 3 modele, të cilat mua më kanë ardhur këto ditë dhe është koha që t'ju tregoj nga afër me detaj dhe të veshura se si duken dhe se si mund t'i stilojnë. Atëherë pa humbur kohë, po fillojmë me modelin e parë. Çka më pëlqen shumë te Cozy Island janë të gjitha detajet, paketimi, mënyra se si vijnë. Gjithashtu kanë vendosur edhe një tip sholle të butë, e cila vendoset tek sandalat, tek kpuca për të qëndruar sa më komode. Një nga karakteristikat e brandit është komoditeti, pra janë takat më të rehatshme që unë kam marrë. Herën e kaluar zgjodha 2 modele, këtë kam zgjedhur 3 modele dhe me të gjitha jam shumë e kënaqur. Ky është modeli i parë që do t'ju tregoj për sot. Po, e hapi. Është në materialin jeans, në këtë blun shumë të veçantë, dhe ajo që më pëlqeu shumë është taka në ngjyrën silver. Siç e shikoni, taka duket goxha e lartë këtu, por është shumë komode sepse gjithmonë pjesa këtu është e butë. Kemi shollën ekstra që mund ta vendosim nga brenda kpucës dhe pjesa këtu gjithashtu është shumë e rehatshme, shumë komode për këmbën. Më pëlqeu kombinimi silver me jeans dhe mezi po pres që ta përdor në shumë kombinime sepse dihet që jeansi shkon me të gjitha. Po ja tregoj të dyja bashk. Ja pra. Ky është modeli i parë. Tani ngelet vetëm që t'i kombinojmë dhe t'i stilojmë, po ju le edhe një video. Vazhdojmë me modelin e dytë, si gjithmonë me të gjitha detajet. Më mungonin çuditërisht një palë taka të zeza të thjeshta që të mos kishin asnjë lloj detaj dhe që të mund të përdoren me çdo veshje. Janë takat këtu, po ja tregoj pak edhe nga afër. Detajet në ngjyrën gold, kjo pjesa këtu është me elastik për hapet sipas formës së këmbës dhe materiali i kpucëve është 10/10. Më e mira për këtë material është që mund të lahet me furçë, me dorë dhe i bën të pastra xis, pra kpucës si kur ke bler të reja. Edhe kjo kishte shollën ekstra brenda që mund t'ja vendosësh për më shumë komoditet. Dhe shikoni pak veçantinë e kësaj kpuce është pjesa nga poshtë, e cila është shumë komode. Shikoni pak se si është e gjitha. Dhe taka si gjithmonë është e rehatshme, hapet pak në fund, nuk vjen komplet e drejtë dhe kjo i jep këmbës shumë komoditet. Mund të përdorni gjithë ditën pa u lodhur. Dhe jam çuditur sepse unë nuk mbaj taka dot më shumë se sa 1 orë ose 2 orë, por me takat që kam përdorur nga Cozy Island, 2 modele që kisha zgjedhur më parë, i kam mbajtur pothuajse 5 orë edhe nuk jam lodhur fare. Madje me një palë prej tyre kam qenë edhe në dasëm, e kam shijuar dasmën, që ju e dini kur një dasëm qëndron shumë në këmbë, kërcen edhe jep gjithkohë në lëvizje, nuk e kam bler fare që jam me taka. Të dyja bashk duken kështu. Dhe normal që pas kësaj do të keni edhe video se si duken të veshura në këmbë. Vazhdoj me modelin e tretë, i cili është i fundit, por nga të preferuarit e mi. Edhe kjo me të gjitha detajet si gjithmonë. Dhe unë i kam provuar tani të mos gënjej kohë se nuk më prite sa po më erdhen. Është modeli këtu. Janë sandale me tak, që unë nuk e kisha, në ngjyrën bezh që shkon me çdo outfit, sidomos tani gjatë verës. Dhe ka këto detajet e tokzave këtu, shumë të lezetshme, pjesa këtu është me elastik, pra nuk ke nevojë ta hapësh, ta mbyllësh, i vesh direkt, shumë komode. Taka është e plot, siç e shikoni, ka këtë dizajnin e drurit, shumë të veçantë.
Nga poshtë duken kështu pjesa e shollës dhe këto ishin shumë komode. Jam e sigurt që do t'i vesh me qindra herë, sidomos tani që mund t'i kombinoj shumë lehtësisht. Nuk ja kam hequr akoma këto tek tokza, por idenë e krijuar. Edhe janë shumë të bukura edhe këto. Dhe po, këto ishin të gjitha këpucët që unë kisha zgjedhur këtë herë te Cozy Island, siç e pat detajet bëjnë diferencën, qoftë në paketim, qoftë në detajet shtesë që vendosin brenda çdo pakoje për të ofruar komoditetin e duhur. Dhe unë do i sugjeroja pafund këto lloj takash. I kam marrë në fillim skeptike, sepse ishte një brand i ri që nuk e kisha dëgjuar, por pasi provova dhe pasi kaloi koha dhe më kontaktuan përsëri, patjetër që do pranoja një bashkëpunim të dytë, sepse janë taka të cilat nuk kanë kohë, siç e pat kam zgjedhur dizajne dhe ngjyra të cilat nuk kanë kohë dhe mund t'i përdorni në përditshmëri, për punë, për një rast, i përmbledh të gjitha dhe përshtaten kudo. Pra nuk është ajo këpuca që mund ta veshësh vetëm një herë, ose ajo këpuca që e vesh një herë sa merr vendimin për të mos ta veshur më. Cozy Island ka këtë logon këtu, mund ta kërkoni gjithashtu në Instagram ose në website-in e tyre për të bërë porosin, ndërkohë që në description box do keni linket e produkteve që unë tregova këtu, pra këpucët që unë kam zgjedhur, dhe gjithashtu do t'ju lë edhe një kod për ule që mund ta përdorni për vete, për mikeshën tuaj ose për këtë doni ju. Mund ta përdorni dhe mund të përfitoni ulje në blerjen tuaj të radhës. Faleminderit që e ndoqët të video, ishte një video e shkurtër, ishte dedikuar për Cozy Island, kështu që shpresoj që ta suportoni dhe ne do të shihemi në një vlog shumë shpejt.